Ka ndëruar jetë në moshën 99 vjeçare aktori i madh i teatrit dhe filmit shqiptar Koço Qëndro. Artisti ka ndëruar jetë në Korçë ku dhe jetonte. Për Korçën dhe Shqipërinë Qëndro ishte një artist i jashtëzakonshëm, i cili do të mbetet një prej ikonave më të mëdha të teatrit dhe humorit shqiptar. Aktori i madh ka lënë pas një trashëgimi të vyer artistike. I lindur në fshatin Senis të Delvinës, Koço Qëndro përjetoi një rini krejt ndryshe nga brezat e sotëm. Në vitet e luftës ende adoleshent, ai u bë partizan dhe mori pjesë në luftimet në qarkun e Korçës. Edhe pse ëndra e tij ishte të bëjë mësues, jeta e çoi drejt një rruge tjetër, asaj të artit, ku do të linte gjurmë të pashlyeshme. Rreth fillimit të viteve 60, ai spikati si aktor i estradës së Maliqit dhe më pas u bashkua trupës së teatrit të Korçës për të mos u ndarë më kurrë skenës. Me 10 role në teatr, estradë dhe kinematografi, Koço Qëndro u kthye në një nga figurat më të dashura për publikun shqiptar. Mes roleve që mbeten të paharrueshme në kujtesën e publikut janë Sir Andrew Equiçik në Nata e 12 të Shakespeare-it dhe Harpagoni në Kopratësit e Molierit, personazhe që ai solli në skenë me një mjeshtri unike. Edhe në moshën 92 vjeçare, ai riktheu në skenën korçare Kopracin, duke dëshmuar se arti për të nuk ishte moshë. Në kinematografi ai ka lënë gjurmë me interpretime karakteriale që plotësojnë portretin e tij si aktor poliedrik. Te filmi Përballimi në vitin 1976, ai spikati në rolin e Sefedinit, duke sjellë me vërtetësi tipologjinë e tregtarit të kohës. Batuta e tij në këtë film: "Ore mos na e vini re se lebete pa shkollë jemi, po unë desha të di, ju për në budallina merrni neve", është cituar shpesh si një nga pasazhet e tij më popullore. Gjithashtu ai ka dhënë një kontribut të spikatur në filmin Vendimi në vitin 1984 në rolin e Alex Zinxës, si dhe në filmat I Teti në bronz dhe Vitet e para. Çdo pasazh i tij në film karakterizohet nga një natyrshmëri e rrallë dhe një plastik që jep të jetë çdo figure, qoftë ajo dramatike apo komike. Në rrëfimin e tij, Koço Qëndro kujtonte më shumë emocion bashkëpunimin me emra të mëdhenj të teatrit shqiptar si Piromani, Dimitër Orgocka, Pandi Rajeti dhe Sokrat Mio, artistë që shënuan historinë e skenës shqiptare. Edhe në 99 vjetorin e lindjes, më 15 maj, Koço ja fliste me madh për teatrin, për publikun dhe për vitet e arta të artit shqiptar. Ai mbetet simbol I përkushtimit, thjeshtësisë dhe dashurisë për skenën. Në emër të Këshillit të Qarkut Korçë Koço Qëndros ju akordua titulli ambasador I Qarkut, si vlerësim për kontributin e jashtëzakonshëm në teatr dhe kinematografi, si dhe për përcjelljen e vlerave artistike ndër breza.